Zonja dhe zotrin, mirë se vini në edicionin qendror informativ. Do të ndalemi tek zhvillimet në kohë reale dhe pikërisht edhe 1 maj, dita e punëtorëve, i gjen në kërkim të një pune. Kjo është përditshmëria me të cilën përballen 10 punëtorë pranë zonës së quajtur Sheshi Omonia në Vlorë. Sipas tyre çdo ditë është e njëjtë, punë ka shumë pak, ndërsa jetojnë mes vështirësive të mëdha ekonomike. 1 maj, si çdo ditë tjetër, i gjen në kërkim të një pune. Kjo është përditshmëria me të cilën përballen çdo ditë 10 punëtorë pranë zonës së quajtur Sheshi Omonia në Vlorë. Shumë prej tyre kanë vite të tëra që i drejtohen këtij sheshi që në orët e para të mëngjesit dhe qëndrojnë deri në mbrëmje. E sipas punëtorëve, çdo ditë është e njëjtë. Punë ka shumë pak, ndërsa përballen me vështirësi të mëdha ekonomike. Disa mbrin që herët në mëngjes nga fshatra të ndryshëm të Vlorës me shpresën se mund të gjejnë një punë. Ata e cilësojnë situatën si paradoksale, duke thënë se shumë të huaj arrin të gjejnë punë, ndërsa për vendasit nuk ofrohet pothuajse asgjë. Shumë prej qytetarëve shprehen të zhgënjur dhe theksojnë se dhe këtë 1 maj nuk ka asnjë ndryshim për ta. Duhet ishte protestë për drejtat e punëtorëve? Normale se çdo njeri ka atë, s'ka as bukë, as gjë, do bëhet protestë as bën. As prodhme punës po na japin asgjë, por im gjithë ditën këtu. Edhe ikim, vim shumë dhe ikim vllaz. Më bën një gjë përshtypje. Thuhet se shumë veta të huaj kërkojnë punë këtu, ndërkohë që ju rrini te Omonia s'keni punë. Okej, na azilante e jashtme na ka marrë punën, ne, edhe ne rrim këtu. Edhe ai kërkon vota tash, ne na lë pa punë, po dalin në Omonia për një gjithë ditën. Sa vite keni punonitur? Unë kam 30 vite. Në këtë vend. Në këtë vend këtu në Omonia, betone, gjëra gjitha, me qira porime me gjitha, as puna delet fare. Po so duhet ishte një protest për të drejtat. Protesta duhet për drejt, po nuk merret vesh me ka njerëz, janë në këtë situatë. Bëj protesta doshti. Rrugallok do ngelet. 1 maj. Është fest, pushim si e konceptoni ditë? Jo, ne është fest, domethënë ndërkombëtare që neve sa më shumë të më kemi miq, sa më shumë marrim. Selë më të madhe, se është kryeminist. Po sot jeni në punë? Jo, ne po sot po vim se hir. Po protestoni? Të na harroj partia kjo qeveri që për kokë të qeverisë. Sa vite keni që dini këtu? Kemi qenë 2013 që erdhi kjo rilindja demokratike dhe deri më sot po flas. 13 vjet. Ka patur punë? Po ja e shikoni po rrikta si qen zorrë. Është fakt. Kredos, ditë shëndës. Pse është ditë shëndës? 1 maj pa punë, për punëtorë, do bën fest. Po ne nga fokollë në punë, çfarë do bëjmë? 1 maj është protest? Protesta për ditë punëtorit. Ditë punëtorit, dëkontare. Juve keni sindikat që mbështet juve? Nuk ka asgjë, pasi ku t'jeni punën. Ku t'jeni punën? Çfarë bëjmë? Ku punoni zakonisht? Unë kam janë 6-7 muaj. Kam doku patentën. Ta çallë punë dalë radikal. Çfarë bëjmë? Kam bërë test. Del hesapi? Po kur gjen punë, gjen. Kur sa shumë mund kemi ne 3 javë pa punë. 3 javë, do sot. Më thuj diçka, tu hojt thon jemi të kënaqur në Shqipëri dhe në Vlorë kemi gjetë punë. Ndërkohë ju. Edhe vllai nuk të don se. Unë jashtë, unë isha vet. S'po do të jeni. Gjermani. Po pse vin kërkojnë punë këtu atë? Kam kush ata? Po lërë se i mbështesin ata, ndaj majnë 700 euro. Rok, plus në rogë, ato e 2 rogë. Është protest? Për neve që jemi pa punë, protesta kemi. Por që ata janë punë, e kanë fest. Ne pa punë jemi. 30 vjetë këtu, s'pa punë. Sa vite keni që punoni këtu? 30. Çfarë punë bëni zakonisht? Çfarë dal? Ju del hesapi? Del që do kushte kemi. Nuk del. Kam një pyetje. Shumë të huaj vinë në Vlorë, thonë që kemi punë plot, jemi të kënaqur. Ndërkohë që vetë vlonjatët apo shqiptarët thonë që s'ka punë. Si e gjykon? Më thuaj një mendim tënd. Kjo ndikon sepse ai që ka punën, inxhinieri, arkitekti, pronari. Pyetën e parë bëj thotë, "Gaje, nga Vlora, si e propozon? Merr të huaj, vinë të huaj, punoj." Po sa ky, ju legjat, unë pa punë. Nga je? Në tani si Vlorës. Vinë çdo ditë këtu? Po. Çfarë ore del në mëngjes? 7. Dhe në çfarë rrim? Dhe në 2-3. Pa punë. 1 maj konsiderohet si një ditë proteste, por në Vlorë ndodh e kundërta. Aty ku 10 qytetarë drejtohen çdo ditë të vendit të zakonshëm në kërkim të punës, ka shumë pak shpresë për të gjetur një mundësi dhe për të siguruar jetesën.
Presidenti Bajram Begaj uroi sot punëtorët për ditën e 1 maj duke shprehur nderim dhe mirënjohje për sakrificën, për kushtimin dhe ndershmërinë e tyre. Edhe kryeministri Edi Rama ka përcjellë një mesazh urimi duke shprehur vlerësim dhe respekt për të gjithë punëtorët shqiptar. Presidenti Bajram Begaj uroi sot punëtorët për ditën e 1 majit duke shprehur nderim dhe mirënjohje për sakrificën, për kushtimin si dhe ndershmërinë e tyre. Kreu i shtetit vlerësoi njerëzit e punës së ndershme duke theksuar se janë ata që ndërtojnë çdo ditë Shqipërinë. Në 1 maj nderojmë dhe shprehim mirënjohjen më të thellë për njerëzit e punës, të cilët me përkushtimin, sakrificën dhe ndershmëri ndërtojnë çdo ditë Shqipërinë, shpreh presidenti i Republikës në këtë mesazh. Presidenti Begaj vlerëson ndër të tjera se ata duhet të kenë mbështetje maksimale, ndërsa e konsideroi ditën e 1 majit si një moment kujtese të shoqërisë shqiptare për më shumë drejtësi sociale dhe solidaritet. Kjo ditë duhet të shërbejë si një kujtesë e fortë për gjithë shoqërinë që t'u jap punëtorëve forcës që krijon përparim dhe begatim, më shumë drejtësi sociale dhe solidaritet. Faleminderit çdo njeriu të punës, shkruan presidenti Begaj. Ndërkohë edhe kryeministri Edi Rama përcolli një mesazh urimi me rastin e ditës ndërkombëtare të punëtorëve. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama shpreh vlerësime dhe respekt për të gjithë punëtorët shqiptar, duke i uruar atyre një ditë të mbarë dhe punë të begat. Mirëmëngjes dhe me zemër e respekt i uroj çdo shqiptari punëtor, punë e ditë të mbarë 1 maj, shkruan Rama. Në Vlorë, plazhet do të ndahen në publik falas dhe plazhe të menaxhuara me privatët, ku një pjesë do të ketë çadra, ndërsa të tjerë do të jenë të lira për qytetarët me pajisjet e tyre. Kryebashkiakja Mersini ka folur sot për media, ndërsa për plazhet me pagesë është vendosur një tarif prej 700 lekësh për çadër dhe shezlong, si kufi i unifikuar për këtë sezon veror. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini ka folur sot për mediat mbi vendimin e miratuar një ditë më parë në Këshillin Bashkiak për tarifën 700 lekë për plazhet. Mersini thotë se janë 15.000 metër katror vijë bregdetare plazh publik që do të jetë falas. Në këto plazhe, sipas Mersini, do të vendosen 350 çadra dhe shezlon, ndërsa krahas tyre do të ketë dhe plazhe publik pa çadra dhe shezlon, ku qytetarët do të mund të vendosin çadrat dhe shezlonët personal. Plazhet publike janë falas dhe në sipërfaqen e plazheve të Vlorës ka 15.000 metra plazhe publike pa pagesë. Pra do të thotë që në këto parcelat të cilat janë pa pagesë, bashkia ka detyrimin të vendosë çadra dhe shezllona, gati 350 çadra dhe shezllona do të jenë pa pagesë. Pastaj ka parcela ku qytetarët janë prapë pa pagesë, ku vendosin çadrat dhe shezllonat e tyre, dhe pastaj ashtu si në të gjithë Shqipërinë, në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave, ku ka qytete bregdetare, edhe Vlora ka plazhe publike të menaxhuar. Dhe për çfarë janë këto plazhe publike të menaxhuar? Pra plazhe publike që dikur i kanë pasur privatët, do të menaxhohen në bashkëpunim tashmë me bashkinë. Dhe bashkia do të jetë në bashkëpunim me operatorët turistik privat për ato plazhe, por e mira është që këta nuk mund të tarifojnë më shumë se 7.000 lekë të vjetra. Sa i takon tarifës 700 lekë, Kryebashkiakja e Vlorës thotë se këto janë plazhe publike që do të menaxhohen me anën dhe bashkëpunim me privatin. Tarifa 700 lekë si pasaj është limiti, pra bizneset private, në ndryshim nga një vit më parë, ku kishin çmime të ndryshme deri në 2.000 lekë, si vjet plazhet private do të shkojnë maksimumi në vlerën 700 lekë dhe jo më shumë. Plazhet private, të cilat tarifoheshin me çmime të ndryshe, ku 10.000 lekë, 15.000 lekë të vjetra, ku ka pasur dhe plazhe 20.000 lekë, tashmë nuk do të kenë të drejtën të kenë më shumë se 7.000 lekë. Shikoni anën pozitive, pra asnjë nuk do të abuzoj me çmimin e plazheve ku ato kanë qenë plazhe private. Çdo privat apo plazhe publike të menaxhuar do të kenë një tarif prej 7.000 lekë të vjetra. Qytetarët kanë 15.000 metra hapësirat e tyre. Dhe prap në këto plazhe publike të menaxhuara tashmë me operatorë turistik në bashkëpunim, pra ato që quhen plazhe publike të menaxhuara në bashkëpunim me operatorë turistik privat, edhe në ato hapësira qytetarët mund të vendosin në 2 ose 3 rreshtat e para në afërsitë të detit, mund të vendosin dhe ata çadra dhe shezllona prap pa pagesë. Tarifa prej 700 lekësh e plazheve private ka ngjallur shumë diskutime në Këshillin Bashkiak dhe në qytetin e Vlorës ditët e fundit.
Qyteti bregdetari i Himarës ka çelur këtë të premte zyrtarisht sezonin veror 2026. Sipas kryebashkiakut të Himarës Vangjel Tavo, rreth 30 aktivitete do të zhvillohen në 3 ditë, duke bërë bashkë çdo moshë, pushues, vendas dhe të huaj, evente këto që kanë për qëllim thithjen e sa më shumë turistëve. Qyteti bregdetar i Himarës bën çeljen zyrtare të sezonit veror 2026. Rreth 30 aktivitete janë parashikuar të organizohen në 3 ditë në Himar, duke bërë bashkë çdo moshë, pushues, vendas dhe të huaj. Aktivitete që do të jenë të shumëllojshme, duke nisur nga ato sportive, një rekord Guinness, koncerte festive me motive popullore, muzikë të lehtë dhe për të kulmuar në datën 3 maj me koncertin e madh të dielën në mbrëmje ku është i ftuar Konstantinos Argiros. Aktivitete këto që pritet të përfshin çdo grup mosh dhe për 3 ditë me radhë do të japin gjallëri i Himarës dhe fshatrave përreth. Kryebashkiaku i Himarës, Vangjel Tavo, flet në lidhje me aktivitetet në çeljen e sezonit veror në Himar. Sipas Tavos, këto evente kanë për qëllim thithjen sa më shumë të turistëve që do të vizitojnë qytetin bregdetar. Tavo thot se sezoni veror ka nisur në Himar një muaj më parë dhe qyteza ka patur një fluks të lartë të pushuesve vendas dhe të huaj. Sipas kryebashkiakut të Himarës, nga komunikimi me operatorët turistik, janë prenotuar të gjitha domat në Himar deri në muajin nëntor. Vangjel Tavo thekson faktin se investimet publike në qytet dhe në njësitë akomoduese kanë bërë që Himara të marrë një tjetër zhvillim në turizëm. Është viti 2 radhazi që Himara çel sezonin e saj turistik. Është një simbolik në fakt sepse kam theksuar dhe herë tjetër që sezoni turistik në Himar ka filluar rreth një muaj e gjysmë para. Siç e shikoni edhe vetë, Himara është e mbushur me vizitor, vendas dhe të huaj dhe kjo ka rreth një muaj e gjysmë që ka filluar. Sot është dita e parë e aktiviteteve. Ka aktivitetet cilat do të organizohen në det, ka aktivitetet që do të organizohen në rër, ka aktivitetet që do të organizohen në tokë. Fillon me maratonën e vrapit që pas pak do të vinë këtu në qendër të organizimit të aktiviteteve. Ka aktivitete scuba diving në det, ka aktivitete me peshkatarët, ka një mori aktivitetesh për të kulmuar pastaj çdo darkë me koncerte të këngëtarëve të ndryshëm që edhe këtu kemi zgjedhur një numër të madh këngëtarësh që do performojnë në Himar. Zoti Tavo, ju e preket e pak vetë, sezoni ka filluar një muaj e gjysmë më parë, thatë, por si janë pritshmëritë për vijim? Fakti që filloi një muaj e gjysmë më parë dhe nga kontaktet që kam dhe nga operatorët turistik, nga operatorët akomodus, në fakt hotelerit, edhe nëntori më thonë që është pothuajse i rezervuar në shumicën e hoteleve të Himarës, që ka tregon që do të kemi dhe një zgjatje të sezonit turistik. Vjet me atë sezon që kishim në Himar kanë kaluar rreth 220.000 vizitor. Kështu që si vjet patjetër që pritet diku tek 20-30% më shumë se vitin e kaluar. Edhe një pyetje, investimet e reja që janë kryer në Himar, jo vetëm në infrastrukturë, por jo vetëm në qytet, por edhe në njësitë hoteliere dhe akomoduese, i kanë dhënë një shtys tjetër sezonit turistik? Patjetër investimet, sikur se thatë, në infrastrukturë në radhë parë për të përmirësuar infrastrukturën e gjithë bashkisë së Himarës, për të krijuar lehtësira në aksesimin e resurseve turistike që ka Himara, por edhe investimet e qeverisë për sa i përket 20 kV-it pra çështjes energjisë elektrike, ujësjellësit Himarës, i cili ka përfunduar dhe është në fazën e testimit të tij, është implanti ujrave të zeza që ka filluar që vjet të funksionojë, pra janë një sër investimesh. Nga ana tjetër, investimet e privatëve në hoteleri jo thjesht do të rrisin kapacitetin akomodus të Himarës, por do të rrisin dhe nivelin, sepse në Himar kohët e fundit janë ndërtuar
hotele me 5 hyje, brende të ndryshme ndërkombëtare, çka do të shpresoj shumë shpejt arrim që Himara të kalojë në një nivel tjetër turizmi, në një turizëm elitar, ashtu sikur se është edhe objektivi i qeverisë dhe i bashkisë së Himarës, por ashtu sikur se edhe në fakt e meriton Himara që të jetë një margaritar real në rivjerën shqiptare dhe në gjithë Mesdheun. Bashkia Himar dhe Policia Bashkiake si dhe ajo e rendit kanë marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e këtyre aktiviteteve dhe zhvillimin e tyre. Çelja e sezonit pikërisht në Himar është zhvilluar dhe panajiri artizanal ku kanë marrë pjesë banorë të Himarës, por dhe të mbritur nga jashtë vendit, të cilët kanë prezantuar produktet e tyre artizanale. Si pjesë e aktiviteteve në kuadër të çeljes së sezonit veror në Himar, është zhvilluar edhe panajiri artizanal. Në këtë panajir kanë marrë pjesë banorë të Himarës, por edhe të mbërritur nga jashtë vendit, të cilët po shpalosin produktet e tyre artizanale. Ata tregojnë se kanë ardhur në Himar për të shpalosur produktet bio të prodhuara prej tyre, si raki, mjalt, vaj ulliri e të tjerë, por edhe produkte artizanale si qëndisma të ndryshme. Janë tepër të lumtur që kanë mundësinë të shpalosin të tilla produkte në qytetin Bregdetar, aty ku thonë se kanë shitur edhe shumë prej tyre. Artizanët tregojnë edhe produktet më të preferuara për turistët e huaj dhe vendasit. Ne prodhojmë liker, likorat të ndryshme, recel, pije, ja kështu, gjërat që shkojnë këtu. Në këtë biznes jeni angazhuar, jemi angazhuar, jam me një zonjë tjetër. Janë produkte tradicionale të vendet që i bëjmë vetë, i bëjmë dhe shesim. Jeni nga Himara apo nga fshat? Unë nuk jam nga Himara, po ajo zonja tjetër është nga Himara dhe punojmë të dyja bashkë. Si e cilëson si punë? Ja vlen është shumë e cilësuar nga të huaj. Çfarë blen kryesisht të huaj? Nga të gjitha, këto që shikoni ju këtu, të gjitha blen. Kush është produkti më i shitur deri më tani? Është rakia? Është rakia, po themi. Rakia vaji. Rakia dhe vaj ulliri? Pa, kjo është i vendit. Vim nga Ulqini, nga Mali Zik, këta janë të gjitha produktet tona vendore, 100% bio, ashtu si shtot dhe me thanë edhe fjala ulliri floriri, jam shumë krenare dhe me thanë që i përfaqësoj këto gjana, edhe ndihem shumë e lumtur që sot marrë pjesë në këtë panajir, të cilët na kanë ftu. Këto janë produkte të gjitha 100% bio, naturale, pra vaj ullirit, ulliri, fish me arra, kemi djath në vaj ullirit, e të gjitha pra prodhimet tona vendore. Çfarë kërkojnë më shumë? Të huajt apo edhe ata banorë të Himarës, cilët vijnë? Po, më varet dhe me thënë edhe nga mosha, dikush kemi edhe prodhimet e cilët janë kurative, janë si me thënë edhe për edhe si dhurat, për shëndet e për të gjitha. Jeni e kënaqur deri më tani? Po, dhe me thënë ishte një përvojë shumë e bukur, është një shumë e bukur. Është hera parë që marrim pjesë këtu, por vërtet është fantastike. A ditë vetë? Po. Këta janë punime tradicionale të punuara me duart mia, janë vazhdimi traditës. Këtë të trashëguar. Po, të trashëguar. Sa vite po bën këtë profesion? Në këtë profesion ka vite, unë qysh në fëmijëri kam fillu të punoj, pra qysh në vajzëri kam fillu të punoj kështu qëndisma, por tash jam rikthyer përsëri këtij punime tradicional. Çfarë shpalos kryesisht? Motivet të cilat i shpalos janë nga natyra e bukur e rrethit Ulqinit dhe bukuritë natyrore të cilat i ka. Shet shumë? Po, verës kemi musafir të cilat i shes. Çfarë shisni më shumë? Më shumë shiten këto cegeret, këto reliket, këto ramet shiten edhe këto qeset e lavandas, punimet me lavandë që janë. Panajiri artizanatit dhe kulinaris ka bërë bashkë në Himar artizan dhe kulinar vendas, por edhe ata të mbërritur nga Ulqini. Shqiptarët e Ulqinit të cilët me ftesë të bashkisë Himar shpalosin dhe shesin produkte të veçanta të zonës. Himara Run Fest, maratona mini maratona ka hapur si parin aktiviteteve të Himarës.
pjesëmarrës të rinj dhe të reja, por dhe nxënësit e shkollave të Himarës dhe fshatrave përreth, ndërsa Himara Beach Volley Challenge një tjetër aktivitet sportiv. Aktivitetet sportive të cilat u zhvilluan këtë të premte në qytetin e Himarës kanë qenë të shumëllojshme. Himara Run Fest ka qenë edhe mini maratona e cila ka hapur siparin e këtyre aktiviteteve. Një garë vrapi rreth qytetit të Himarës, ku pjesëmarrës ishin të rinj dhe të reja, por edhe nxënësit e shkollave të Himarës dhe fshatrave përreth. Ndërkohë që për gjithë pjesëmarrësit në këtë garë vrapi, u akorduan edhe çmimet për 3 vendet e para. Gjithashtu nga kryetari i Bashkisë së Himarës, Vangel Tavo, u shpërndan edhe certifikata pjesëmarrjeje për të gjithë vrapuesit. Të qelim këtë aktivitetin e hapjes sezonit turistik në Himar me një aktivitet që ka simbolikën e vetë, me maratonën e nxënësve të shkollave të Bashkisë së Himarës. Ne shikojmë për ditë në Himar pushuesit që vinë, që ndjekin ritualin e vrapit apo dhe të aktiviteteve të tjera tu në Himar, dhe padyshim që ne si bashkin na lind ideja që këtë ritual ne ta kthejmë në ritualin ton, sidomos për brezin e ri, për shkollat, në mënyrë që maraton si kjo e sotshmja apo aktivitetet tjera sportive në për shkolla ne t'i organizojmë një herë në muaj. Këtë e bëjmë, sikur se e thash, si një simbolik për të dhënë një mesazh që rinia duhet që të largohet sa më shumë të jetë e mundur nga teknologjia, nga telefonat, nga tabletat, dhe t'i kthehemi natyrës, t'i kthehemi sportit, të largohemi pra nga veset që dëmtojnë të brez. Kështu që për mua sot dhe sidomos në këtë moment është një kënaqësi që më jepet mundësia t'i falenderoj gjithë të rinjt e shkollave të Bashkisë Himarës për pjesëmarrjen në këtë aktivitet dhe të ndaj dhe çmimin e fituesit të kësaj maratone që e fitoi Orfea, që është nxënës në shkollën e Himarës. Suksese, Himara Beach Volley Challenge, një tjetër aktivitet sportiv me pjesëmarrjen e të rinjve të qytetit, aty ku këta të fundit të ndarë në ekipe, sfiduan mes tyre për vendet e para. Aktivitetet sportive do të vazhdojnë për gjatë gjithë 3 ditëve në Himar. Një delegacion amerikan ka mbritur pas ditën e sejndes në zonën e hidrovorit në Akërnit të Vlorës. Mësohet se flitet për një grup arkitektësh çka duke se rikthen sërish vëmendjen mbi zhvillimet dhe projektet e mundshme në këtë territor të diskutuar së fundmi. Një delegacion amerikan bëriti të enjte në zonën e hidrovorit në Akërnit të Vlorës, duke rikthyer sërish vëmendjen mbi zhvillimet si dhe projektet e mundshme në këtë territor të diskutuar së fundmi. Burime për Blu Televizion bëjnë me dije se bëhet fjalë për një grup arkitektësh të cilët dyshohet se janë të lidhur me strukturat e ambasadës amerikane. Megjithatë, deri në këto momente nuk ka një informacion zyrtar mbi përbërjen e saktë të delegacionit apo qëllimet e vizitës së tyre në zonë. Sipas të njëjtave burime, delegacioni mbërriti fillimisht në aeroportin e Rinasit rreth orës 14 të ditës së enjte, e më pas është nisur menjëherë drejt Vlorës, ku ka zhvilluar edhe një vizitë në terren në zonën e hidrovorit të Akërnis. Grupi ka qëndruar në këtë zonë për më shumë se 60 minuta, ku ka inspektuar nga afër territorin, i cili prej ditësh është përfolur si një nga hapësirat ku mund të zhvillohen investime të rëndësishme. Kjo vizitë vjen në një moment kur vetëm pak ditë më parë në të njëjtën zonë janë konstatuar disa mjete të rënda, duke shtuar dyshimet se mund të ketë nisur para përgatitja për ndërhyrje apo projekte zhvillimi. Interesi për këtë zonë lidhet edhe me raportimet se në Portonovo, një tjetër pikë e rëndësishme në bregdetin e Vlorës, pritet të zhvillohen investime nga vajza e ish presidentit amerikan Donald Trump, Ivana Trump, së bashku me bashkëshortin e saj Jared Kushner. Pas përfundimit të qëndrimit në Akërnit, delegacioni amerikan është nisur drejt Portonovos, ku ishte parashikuar të vijonin me vizitat të tjera në terren, në një zonë që prej kohësh përmendet si potencial për investime strategjike në turizëm si dhe zhvillimin bregdetar. Deri në këtë fazë gjithçka mbetet në nivel informacioni paraprak dhe burime jo zyrtare, ndërsa pritet që në vijim të ketë më shumë detaje mbi natyrën e kësaj vizite, e nëse ajo lidhet konkretisht me projekte investimi në jug të vendit.
Do të vijojmë me zhvillime të tjera me 41 këshilltar prezent në sallë. Këshilli Bashkiak i Fierit ka votuar për kreun e ri teksa më herët me një mocion shkarkimi, grupi socialisti i kërkoi ish-kryetares Dorreqen. Në një proces votimi, Melsi Bogdani arriti të marrë votat e duhura dhe është zgjedhur kryetari i ri i Këshillit Bashkiak të Fierit. Me 41 këshilltar prezent në sallë, Këshilli Bashkiak i Fierit votoi për kreun e ri të këshillit teksa më herët me emocion shkarkimi, grupi socialist i kërkoi Antoneta Çunaj të jepte Dorreqen. Në këtë mënyrë zonja Çunaj shmangu votimin për shkarkimin e saj duke i hapur rrugë procesit për zgjedhjen e kreut të ri të këshillit. Melsi Bogdani u propozua nga grupi më i madh politik në Këshillin Bashkiak të Fierit. Sipas zonjës Çunaj nuk pranoi votim të fshehtë duke kërkuar dorëheqjen e parevokueshme, ndërsa vlerësoi punën 3 vjeçare të Këshillit Bashkiak në drejtimin e saj, duke theksuar se të gjithë vendimet e marra në drejtimin e saj janë miratuar edhe nga prefekti i Qarkut dhe asnjë prej këtyre vendimeve nuk është kthyer për ndonjë parregullsi apo të jetë hapur ndonjë konflikt gjyqësor. Ai theksoi gjithashtu se do të vazhdojë të kontribuojë si këshilltare në funksion të vendimarrjeve të qarta për komunitetin. Siç ma besuat të gjithë ju këtë detyrë, e kisha obligim të drejtohesha të gjithëve juve si këshilltarë, dhe jo vetëm atyre socialistë, që t'ju falenderoj të gjithëve përzemërsisht për çdo vendimmarrje të drejtë që kemi marrë gjatë këtij mandati, të cilin e ka shërbyer më së miri zhvillimit ekonomik e social të bashkisë tonë. Jam krenare që së bashku me ju, që të gjitha vendimet e marra janë miratuar nga prefekti i Qarkut dhe asnjë prej këtyre vendimarrjeve nuk është kthyer për ndonjë parregullsi apo të hapur ndonjë konflikt gjyqësor. Pa ju të gjithë së bashku, unë nuk do të mundja të realizoja me sukses vendimet e marra me shumicën të mësuese të anëtarëve të Këshillit. Duke qenë se kërkesa për shkarkimin tim nga detyra e kryetares së Këshillit është kërkuar në këtë mbledhje nga një pjesë e anëtarëve të Këshillit Socialist, unë nuk e quaj të nevojshme të realizohet votimi i fshehtë për qenin ose jo si kryetare të Këshillit Bashkiak, pasi me iniciativën time personale të mirë menduar, po jap dorëheqjen e parevokueshme për arsye personale, duke qëndruar thjesht si anëtare të Këshillit nga forca politike që më ka zgjedhur. Pasi Komisioni i Mandateve u mblodh për të verifikuar kërkesën e këshilltarëve të grupit socialist, vijoi procesi votimit për kreun e ri të Këshillit Bashkiak të Fierit, ku Melsi Bogdani u votua me shumicë kartonash, me vetëm një vot kundër. Në fjalën e tij, kryetari i ri Melsi Bogdani, pasi vlerësoi punën e ish-kryetares Çunaj, pohoi se Këshilli Bashkiak i Fierit do të kalojë në një tjetër nivel. Do të falenderoj të gjithëve për mbështetjen, gjithë ata të Këshillit Bashkiak, edhe ata që më kanë përsëritur. Një falënderim të veçantë për ish-kryetaren për punën e Britani. Duhet të saktësoj që lidhja ime me ish-kryetaren është njësi jashtëzakonshme dhe nuk ka lidhje fare për pjesën e rizgjedhjes kryetarit të Këshillit. Ajo është pjesë e Partisë Socialiste, ashtu siç jemi dhe ne, Partia Socialiste. Kështu që falenderoj shumë për mbështetjen e gjithë këshilltarëve që janë të pranishëm. Falenderim të veçantë për kryetaren e Partisë Socialiste për besimin e dhënë, për deputetët që janë të pranishëm në sallë për besimin, falenderit mediave për pasurimin e ndjenjes së Këshillit në orët e 8. Shumë falenderit dhe shpresoj të kthej me punë dhe ta ngrenë Këshillin në një nivel më lart se çka që deri në punën e tanishme. Ndërkohë i gjithë procesi u monitorua nga deputetët Ramion Kurti si dhe Rio Mile. Nga sot ka hyrë në fuqi marrëveshja për lëvizjen e lirë mes Kosovës dhe Shqipërisë, që lejon qytetarët të kalojnë kufirin pa pasaport apo letër njoftim për pjesën më të madhe të vitit. Sipas kësaj marrëveshje, për automjetet kosovare dhe ato shqiptare, nuk do të kryen më kontrolle kufitare, duke mundësuar lëvizje të shpejtë, të lirë dhe të pakufizuar. Nga sot ka hyrë në fuqi marrëveshja për lëvizjen e lirë mes Kosovës dhe Shqipërisë, që lejon qytetarët të kalojnë kufirin pa pasaport apo letër njoftim për pjesën më të madhe të vitit. Në bazë të kësaj marrëveshjeje, për automjetet kosovare dhe shqiptare nuk do të kryen kontrolle kufitare, duke mundësuar lëvizje të shpejtë dhe të pakufizuar. Lehtësimi i procedurave zbatohet gjatë 9 muajve të vitit, konkretisht nga 1 maj deri në 30 shtator dhe nga 1 nëntori deri në 28 shkurt të vitit pasardhës. Lëvizja e lirë vjen në ndihmë tashmë që sezoni turistik veror është në prag, duke lehtësuar qarkullimin për pushuesit në Bregdetin shqiptar. Lëvizja e lirë synon të nxjerrë zhvillimin ekonomik, turistik dhe të forcojë bashkëpunimin mes dy vendeve. Marrëveshja për lëvizjen e lirë është një hap përpara në forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe integrimin më të thellë mes Kosovës dhe Shqipërisë.
Produkti vendas nuk është konkurrues në treg as prej çmimit dhe as prej sasisë. Të dhënat e Instat tregojnë se gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, ushqimet e importuara u rritën me sasi 19%, dhe sipas ekspertëve të ekonomisë, konsumatori po mban larg tryezës produktin e fermerëve tanë, jo prej shijes, po prej vlerës. Produkti vendas nuk është konkurrues në treg, as prej çmimit dhe as prej sasisë. Të dhënat zyrtare të Instat tregojnë se për gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, ushqimet e importuara u rritën në sasi me 19%. Saktësisht në këtë periudhë në Shqipëri u futën 3300 ton më tepër zarzavate, nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke arritur në një total mbi 25000 ton perimesh të huaja. I njëjti trend shihet dhe te frutat, ku sasia importuar u zgjerua me afro 3900 ton, duke kapur shifrën totale prej 29700 tonësh. Sipas ekspertëve të ekonomisë, konsumatori po mban larg tryezës produktin e fermerëve tanë, jo prej shijes, por prej vlerës. Produktet bujqësore të importit po shiten më lirë se ato të vendit, kjo sepse fermeri huaj përfiton më tepër mbështetje financiare. Sektori agrar nuk preferohet nga të rinjt. Ritmi i të moshuarve që punojnë tokën nuk i përgjigjet dot në kohë kërkesave të tregut, dhe që ky bilans të ndryshojë, Ministria e Bujqësisë duhet të zhvillojë një strategji nga ekspertët e fushës e jo nga juristët. Saktësisht, shqiptarët në vend të patates së kuksit po blejnë atë egjiptiane, në vend të karotës së divjakës marrin atë të Serbisë, ndërsa domati e Beratit është zëvendësuar me domaten e Turqisë. Kurse vendin e mollëve të Korçës e kanë zënë ato italiane, ndryshimi i origjinës së produkteve bujqësore ka ndikuar që ky sektor të argëtojë më pak para në arkën e shtetit. Jamar Berushita nga Vlora, një nga 2 gjimnazistët e vlerësuar në Olimpiadën Europiane të Matematikës me medalje nderi. Gjimnazistët e talentuar kanë arritur kështu sukses në arenën ndërkombëtare të dijes, duke përfaqësuar veten, por dhe Shqipërinë me rezultate të shkëlqyera në edicionin e parë të Olimpiadës Europiane të Matematikës zhvilluar në Lituani. 2 nxënës shqiptar kanë arritur sukses në arenën ndërkombëtare të dijes duke përfaqësuar veten, por dhe Shqipërinë me rezultate të shkëlqyera në edicionin e parë të Olimpiadës Evropiane të Matematikës zhvilluar në Lituani. Jamar Berushita nga Gjimnazi Alidemi i Vlorës dhe Marios Gjika, gjimnazist nga Tirana, janë 2 nxënësit që u vlerësuan në Olimpiadën Evropiane të Matematikës, duke u nderuar me medalje bronzi dhe nderi. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro u shpreh se flamuri shqiptar vazhdon të lartësohet fal talentit dhe punës së palodhur të nxënësve tanë, dhe këtë herë janë Jamar Berushitaj dhe Marius Gjika, ata që na bëjnë krenar me arritjet e tyre të shkëlqyera në matematikë. Pas suksesit si fitues në Olimpiadën kombëtare, ata shënojnë arritjen e radhës në Lituani, ku mbajt edicioni i parë i Olimpiadës Europiane të Matematikës. Mariusi arriti të nderohet me medalje bronzi, ndërsa Jamarbri u vlerësua me medalje nderi për performancën e tij dinjitoze në këtë garë të njohurive dhe logjikës, thot Kumbaro, duke shprehur mirënjohje për këta kampion që përfaqësojnë vendin tonë në arenën ndërkombëtare. Olimpiada Europiane e Matematikës konsiderohet një platformë e rëndësishme për të rinjtë të talentuar nga vende të ndryshme të botës, ku ata testojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre në një mjedis ndërkombëtar. Ndërkohë, Jamar Berushitaj është gjimnazisti maturant, i cili më herët ka qenë pjesë e Atlas Njerëzor, emisionit në Blu Televizion, pikërisht si nxënës ekselent i Gjimnazit Alidemi. Është ndarë nga jetë artisti i njohur Fjerak Shaban Zeneli, i cilësuar si Bilbili i Çamërisë pas një betejë me një sëmundje të pashërueshme. Lajmi i trisht ka prekur thellë si komunitetin artistik dhe dashamirësit e muzikës popullore. Shaban Zeneli ishte një nga zërat më përfaqësues të këngës çame në Shqipëri. Është ndarë nga jeta artisti i njohur Fjerak Shaban Zeneli, i cilësuar si Bilbili i Çamërisë, pas një betejë me një sëmundje të pashërueshme. Lajmi i trisht është bërë i ditur nga familjarët, duke prekur thellë komunitetin artistik dhe dashamirësit e muzikës popullore. Shaban Zeneli ishte një nga zërat më përfaqësues të këngës çame në Shqipëri. Me një karrierë të gjatë në skenë, ai u bë i njohur për interpretimet e tij plot ndjenjë dhe autenticitet, duke ruajtur dhe përcjell me përkushtim traditat muzikore të Çamërisë. Këngët e tij janë kënduar dhe dashur ndër vite nga publiku, sidomos në zonën e Fierit dhe Mëgjerë, ku ai konsiderohej një figurë e respektuar e artit popullor. Ceremonia e përcjelljes për në banesën e fundit do të zhvillohet ditën e sotme në varrezat e qytetit të Fierit. Me ndarjen e tij nga jeta, muzika popullore shqiptare humb një zë të veçantë, ndërsa kujtimi dhe interpretimet e tij do të mbeten të gjalla për herë.
Bashkimi Evropian ka pezulluar mbështetje financiare për Serbinë për shkak të politikave të Beogradit ndaj sistemit gjyqësor, deklaroi komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos. Derisa kjo të korrigjohet, vendi nuk do të mund të përfitojë mbështetje financiare nga BE-ja sipas saj. Bashkimi Evropian ka pezulluar mbështetjen financiare për Serbinë për shkak të politikave të Beogradit ndaj sistemit gjyqësor, ka deklaruar komisionerja e BE-s për zgjerimin Marta Kos. Në këtë moment kemi pezulluar të gjitha pagesat për Serbinë në kuadër të planit të zhvillimit, sepse po shohim sërish regres në sistemin gjyqësor. Derisa kjo të korrigjohet, vendi nuk do të mund të përfitojë mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian, tha Kos gjatë një konference për shtyp, sipas mediave serbe. Ky vendim merret në një periudhë kur brenda institucioneve evropiane po zhvillohen diskutime më intensive për vijimin e ndihmës financiare dhe ecurinë e përgjithshme të Serbisë drejt integrimit evropian. Më herët mediat raportuan se Brukseli po shqyrton bllokimin e 1.5 miliard eurove ndihmë për shkak të lidhjeve me Rusinë. Ju përshëndes. Mirupafshim.